Oh, po pse? Për çfarë? Ashtu e çmuna. Jo, për çfarë vepër penale? Për veprën penale, për të njëjtën vepër për cilën më akuzote kryeministri dhe për cilën isha hetuar një herë. Për pasurinë. Për pasurinë tuaj. Dhe në fund, dhe çfarë ndodhi? Është vendosur e njëjta situatë, që nuk ka as edhe një moment që pasuria e zotit Gjinxhoni nga viti 1993 deri në 2023 të vihet në dyshim. Është pasuri e ardhur mbi bazën e të ardhurave të lishme dhe të vërtetuar dhe të verifikuara. Zoti Gjoni, jeni i pasur ju? Jam normal, nuk mund të them që jam i pasur, po media e transferoi të gjithë pasurinë time duke dalë në disa konkluzione dhe po të shohësh disa televizione ku ju edhe ndoshta keni qenë pjesë e atyre televizioneve. Po për këtë ka qenë shumë televizione. E rritin në progresion geometrik pasurinë. E fillun me 1.5, 1.6 dhe në fund kur çështja u mbyll e çun në 3.2. Po tani ju pasurinë e keni nga bashkëshortja? Nga bashkëshortja? E gjithçka është nga bashkëshortja? Absolutisht për shkak të biznesit dhe të them të drejtën, gjithçka është deklaruar, të ardhurat të cilët tërhiqeshin dividend dhe shumë pak kompani në atë kohë tërhiqeshin dividend, janë dividendet të cilët përveç 15% të tatimit që realizoi gjatë aktivitetit dhe 15% mbi dividendin. Të ardhurat të cilët kanë shkuar në favor të shtetit, pagim taksash në mënyrë më rigoroze të mundshme. Zoti Berisha bëri një prezantim dhe ju vlerësoi shumë dje në Lezhë në prezantimin e gjithë kandidatëve të opozitës së Partisë Demokratike, po veçanërisht ju vlerësoi shumë. Po më bëri përshtypje një frazë e tij. Gjinxhoni tha është larguar tha pa drejt, tha, ai është sulmuar pa drejt, tha. Por ne gjithta që janë larguar, tha, do kemi mundësinë kur të vi Partia Demokratike në pushtet, do t'i kthejmë. Ju aspironi të ktheheni sërish në drejtësi? Jo, edhe për një moment tjetër, sepse rrugët tani më janë ndarë. Dhe përsa kohë që unë jam antar partie, nuk mund të kaloj. S'ke të drejtë. Jo, nuk kaloj dot. Do të s'ke fare aspirim. Një periudhë 10 vjeçare që unë të rikthehem, por në atë moment plus 10 i bie pasaj është mbyll karriera. Do nuk aspironi për të kthyer. Jo, në mënyrë më absolute. Është një vendimarrje përfundimtare në lidhje me këtë. Por ama zoti Berisha me drejtë e ka përmend sepse a është normale që sot për një vepër penale të parashkruhet dënimi në një periudhë kohore 5 vjeçare për shpërdorim të tyre, supozohet, për falsifikim, ose për element të tjerë të veprave penale. Dhe për një kundërvajtje administrative, se procesi i vettingut është proces administrativ. Njerëz të cilët mund mos kenë deklaruar 2 milion lek vjetra, 3 milion. Është e njëjta gjë? Është jo, të largohesh 15 vjet nga sistemi dhe këta të tjerë të cilët janë larguar me vendimarrje për jetë. Nuk është e pamundur. Ti do me thanë përfundimisht. Aspekti dytë, që është shumë i rëndësishëm, ka qenë një armatë e madhe njerëz të cilët janë të specializuara, njerëz të cilët kanë marrë shkollë. E keni fjalën vetëm për drejtësinë? Për drejtësinë po them. Njerëz të cilët janë specializuar, njerëz të cilët kanë përfunduar shkollën e magjistraturës, që kishin një background. Po si do kthehen ata? Nesër parlamenti ose mendimin e institucioneve ndërkombëtare Komisionit të Venecias mund të shkurtohet afati. Mund të shkoj 5 vjet, mund të shkoj 7 vjet. Automatikisht duhet kthehen për mua, sepse sot sistemi është në një ngërç dhe backlogu i çështjeve sot është i jashtëzakonshëm. Dhe aksesi në drejtësi sot është në kushte skandaloze. Në rast se pjesa më madhe e çështjeve do shkojnë në Strasburg vetëm për afatet e arsyeshme ligjore, jeni të sigurt që dëmët që do të paguajë Shqipëria do jenë galopante. Cili është raporti juaj dhe marrëdhënia juaj me Sali Berishën, zoti? Marrëdhënie zyrtare normale në cilësinë e kryetarit të partisë dhe unë të them të drejtën nuk jam tip që shkoj pas të mëdhejve dhe nuk trokas në dyrën. Unë kam marrë përsipër një pozicion caktuar, po bëj fushatën time, padyshim që partia është komplet ndryshe nga qenia gjyqtar, sepse në punën time të përditshme unë isha se imagjinoj dot këtë. Është një ndryshim. Ai Gjinxhoni rrep, lej që kështu rrie larg, kështu gazetar si afroje fare, tani atje do të natyra jote do ndryshoj. Si e ke bërë këtë ndryshim? Ndryshimi ka ndodhur natyrshëm. Unë si natyrë jam në pamjen e jashtme duken sikur jam
edhe arrogant, edhe prepotent, edhe njëri I ftoft, por në takimet... Ata që të njohin afër? Po, ata që më njohin nga afër dhe në marrëdhëniet njerëzore jam shumë e kam dëgjuar, shumë I afërt edhe me njerëzit dhe sot marrëdhënia afërsia me njerëzit atje ka kriju dhe një marrëdhënie besimi. Kam disa foto që do doja një mendimin tuaj, ju lutem regjia, fotot që kemi. Cili është mendimi juaj për zotin Altin Dumani, drejtuesin e SPAK? Unë kam punuar për një periudhë kohore gjatë me të them drejtën edhe në gjykatën e shkallës së parë. Kam përshtypjen ja 15-16 vjet. 15-16 vjet. Po, edhe në gjykatën e shkallës së parë. Më mirë se sa ty se një njeri. Si është? Apelit. Nga natyra është tip korrekt, është djalë me ambicie, është njëri që nuk të jep afrimitet, vetëm me njerëz të caktuar, nuk ulet në për kafe, këtë natyrë ka patur, të them të drejtën, është në disa vendimarrje është goditur nga politika dhe në disa raste të them të drejtën edhe me drejt. Po, në disa raste, sepse ja që duhet të them, edhe kam pas një diskutim të cilët unë për mendimin tim. A është normale që sot kryeministri I Shqipërisë është I lidhur dhe 60% e qeverisë sot është në burg, 50% deri në 60% e kryetarëve të bashkisë është në burg ose është në hetim. Në hetim, po? Në hetim, ose kryetarët të bashkisë të cilët janë aty. Por as edhe një fije nuk të çojnë paktën si person që ka dieni në lidhje me rrethanat e hetimit që kryeministin ta thrasësh. Ti po flet si politikan tani, jo si gjyqtar. Jo, edhe si gjyqtar. Gjyqtari ka zbën lidhje gjyqtar. Jo, por çdo fije sot po flet si politikan. Edhe si politikan, sepse tani nuk e ndaj dot politikën nga pjesa e kësaj. E dyta, që është shumë e rëndësishme dhe unë them edhe në pozitën e gjyqtarit, duhet patjetër që dëmi ekonomik të jepte një parandalim tërësor, në ç'kuptim. Në rast se ka filluar një çështje penale për insenatorët, për korrupsionin, për vepra penale të cilët sot kanë sjellë dëme të konsiderueshme në buxhetin e shtetit, prokurori automatikisht duhet kërkonte që të ardhurat të shkonin në një escrow account, në një llogari bankare e cila të qëndronte në kushte të tilla dhe në rast se gjykata përfundimisht dhe prokurori nesër mas nesër do të rezultote që është I pafajshëm X ose Y, t'i kalonin shoqërisë ose personave, por kur nuk mund të vazhdoj që këto lek të shkonin në dorët e përfituesve direkt. Zoti Gjoni, ai keni qenë dakord dhe jeni dakord me zotin Berisha I cili e ka cilësuar zotin Dumani kryekriminal dhe SPAK-un organizatë kriminale? Të them të drejtën, unë nuk kam informacion që ka zoti Berisha dhe është diçka të cilën unë sot nuk mund. Berisha sot është një nga politikanët më të mirë informuar, edhe për shkak të shenjës tij edhe si president Republike, por edhe si kryeministër, por edhe për shkak të informacionit që I shkon kohë pas kohe, edhe nga zyrat e SPAK-ut, që t'jemi realist. I vin aty informacione nga SPAK-u? T'jeni të sigurt, edhe nga zyrat e Partisë Socialiste. Po dhe ne na vin informacione. Ja, edhe mu. Këtu presim pak këtu. Ju jeni duke thënë që disa prokurorë, jo prokuror, mund të jenë edhe njerëz të cilët po nga SPAK-u, punojës të SPAK-ut, I japin informacione zotit Berisha në mënyrë digjitale, pa emra konkrete. Ja japin informacione. Po siç sot, sigurisht unë nuk po them takojnë kafe. Po siç sot për shembull që një pjesë e informacioneve në lidhje me kryetarin e Bashkisë së Tiranës ose për zyrat e ministrive vinë nga punojësit të cilët janë brenda ministrive, sepse Partia Demokratike sot e ka të pamundur të hyjë në institucione për të marrë dokumentacion. Jo, okay, po është normale dhe në aspektin etik, por edhe në atë që ju njihni se keni qenë vetë pjesë e drejtësisë që SPAK-u cilësohet organizatë kriminale dhe në 12 maj ne do ta shkrijmë, se kështu ka thënë zoti Berisha. Qëndrimi I zotit Berishas ka thënë që një pjesë të prokurorëve të cilët janë të përfshim në procese politike, padyshim që duhet të largohen. Se bën kryeministri, zoti. Jo, kryeministri bën deklarata politike, pa ata do kalojnë në një moment të dytë. Po ai thotë që po bëron kryeministri këta do të heq. Po si heq dot. Do edhe unë kuptoj këtë që po heqja është ndryshim kushtetues. Dhe duhet patjetër. Por Berisha ka thënë, mendimin e faktorit ndërkombëtar dhe të Komisionit të Veneciave do kalojmë në sit të gjithë
procesin e reformës në Zoti Gjoni, unë nuk dua që ajo që të ka ndodhur ty, ti ndodhi një prokurori tjetër. Jo. Unë kuptoj këtë në 12 maj, po fitoi Partia Demokratike, Altin Numani jap dorëheqje se Berisha dashkëri. Jo, se ai ishte institucion kushtetues. Kështu ka thënë Berisha, them unë. Po mirë, dorëheqjen është çështja e dorëheqjes është çështje personale, ëh. Jo, dorëheqjen domethënë do ta heqë Berisha, këtu e kam fjalën. Po janë ca mekanizma të cilët institucionet kushtetuese kanë një mekanizëm edhe mbrojtës, ëh. Sa i duhen zotit Berisha të ketë këshilltar personazhe si ty? Se ti ja shpjegon mirë këtë, se si ndodh kjo. Berisha ka këshilltar shumë të mirë. Po jo, për drejtësinë them. Këshilltari i fundit që mund për drejtësinë them unë. Sepse Berisha ka edhe 2 juristë në shtëpi, të cilët padyshim që e njohin drejtësinë, po njësoj se sa Argita, për vajzën dhe djalin. Mirë, Argita pa, doon për drejtësinë nuk mund të themi që Shënzeni mund ta. Jo, zonja e ka profili lart. E ka vujt në lëkurë pjesën e drejtësisë. Shiko, zonja Argita Maltezi që ju e njihni, shkak të procesit ndaj Tjatit, por edhe për shkak të procesit ndaj të shoqe. E kisha fjalën për nivelin e juristit. Zonja Argita Berisha është një profil i lartë në jurisprudencë. Absolutisht. Është njësoj si vllai. Okej, foto tjetër. Po, prokurori? Në lidhje me Dakon, të them të drejtën, nuk është se kam patur njohje personale, padyshim që është një prokuror i cili ka treguar kuraj dhe guxim sot në sistemin e drejtësisë, se të arrestosh një kryetar kryebashkiakun numrin 2 të Partisë Socialiste, në rast se do të quajmë kështu, në detyrë, se kjo është shumë e rëndësishme. Në detyrë. Në detyrë. Ti ke arrestuar në një detyrë? Po, kam arrestuar. Kë? Tani se kujtoj, po, zyrtar të lartë. Zyrtar të lartë? Po. Në detyrë? Në detyrë. Prangat aty në zyrë? Jo në zyrë, po kemi ka qenë detyrë. Po, kanë qenë detyrë dhe është padyshim. Dhe tregon kuraje, pavarësisht mënyrës se si është përsekutuar nga media, dhe media sot o të ngre, o të ullë të fundë. E ke marrë këtë parasysh që tani që më futën politik do bësh deputet, do të masakroj media kundërshtar? Padyshim. E ke marrë parasysh? Padyshim. Nuk ka thënë ata të shtëpisë bashortja njerëzit ka qenë kundër përfshirjes time. Po, po sepse për një periudhë kohore 8 vjeçare ose 12 vjeçare, goditja nga media ka qenë në nivelet më të pa moralshme. Të masakron. Pa moralshme, të pa drejta. Të media të cilët po t'i shohësh një pjesë të madhe të gazetarëve, dhe unë deri në momentin aktual nuk jam marrë me ta. Fare, sepse jam tregu edhe pak gjeneroz më tej sa duhet, dhe shpeshherë bashortja ime më kritikon, më thot zotëri, gazetarët duhet i qosh në gjyq, vinë të vërtetojnë fakte dhe prova për cilët ndalin, dhe thonë. Por them që ka ardhur një moment t'i themi stop për Baltis, edhe mënyrës se si sot media i trajton me preferenca dhe nuk është objektive. Nuk është objektive. Je sulme politike të pa drejta dhe të pa moralshme. Foto tjetër? Po, është gjyqtar të cilën unë kam punu me të. Ke punuar? Po, patjetër. Është një nga gjyqtarët më kuraju, të them të drejtën, sot në sistemin e drejtësisë, padyshim se një moshë të re, ka filluar karrierën në qytetin Shkodrës dhe ka qenë gjyqtarit të cilët në periudhën e këtyre burgosjes njerëzve të cilët nuk paguajnë në energjinë elektrike mund të ketë dhënë pafajësi pafund. Pafund. Në atë kohë dhe sa një numër? Kam përshtypjen një 100 sa, nuk jam shumë i sigurt. Në Shkodër, gjithmonë. Në Shkodër, dhe personi i cili me shumë integritet, dhe po t'i shohësh në vendimarrjet e tij, tregon qëndrueshmëri dhe ka fut element të cilët deri në momentin aktual pak gjyqtar kanë arritur që në arsyetimet e tyre të japin edhe të drejtojnë prokurorin se si duhet të veprojnë në lidhje me hetin. Pse ju të Partisë Demokratike, kur një gjyqtar dhe një prokuror targeton një të majt, thoni është i mirë, kur bën një të djathtë është i keq? Jo, po ka dhënë edhe për të majt që nuk ka leju që të fillojnë procedimin penale. Nuk e di, po nga infraksionet. Ashtu siç edhe zoti Dumani, në rastin konkret, nga një krah atakohet, nga krahu tjetër mbrohet, politika
si duket nga i herë është edhe pa drejtë. Po ti je futur në politikë tani? Po, padyshim, por ama jam politikan i ri. Je i ri, je jo endri. Derisa të shkrypzohem nga pjesa... Jam kurios, po ambasadori që të ka thënë? Futur në politikë ka thënë? Ka qenë dakord? Ambasadori, jo, ma ka lanë në dorën tënde. Si që është ambasadori të dhënë i paq? Foto tjetër? Tani e di qa pyet, sigur ti që gjyqtari Edi Rama, qa vendimi do t'jepi? Vendimin mbështetur mbi prova dhe fakte. Por perceptimi sot publik, dhe unë nuk jam jashtë perceptimi publik, është njeriu më i korruptuar sot në Shqipëri. Ke prova? Unë them perceptimi. Gjyqtari nuk... Thashun, unë kam ardhë si politikan. Okej, po tani unë po ta bëj çik këto, Edi Ramën e ke, ti je gjyqtar sot. Unë ti ishi sigurt, po ti isha gjyqtar, pavarësisht atakimit që më ka bërë, nuk do isha personal, por ama... Do isha dorë nga çështja? Në rast se edhe mund të isha dorë për shkak të atakimit, por ky njeri duhet... Kjo është gabim, ti më mirë t'jepe pa fajsi? Ky njeri duhet t'jape llogari për gjithë dëmët që i ka sjell ti kombi. Qa i ka sjell? Qa dëmët? Se ky ka... E para, futi mentalitetin e shkatrimit të shtetit. Dhe sot shteti drejtohet vetëm nga një person, nuk punon me institucione. Dhe kjo është dëmi më i madh që i ka shkaktuar. E dyta, është eksodi masiv dhe çpopullimi i policisë që është plaga më madhe që sot i ka. Si do të ndalë Partia Demokratike? Se kam kuptuar në njësi, do ta them edhe këtë. E treta, është njeriu që sot është pas çdo tendri, pas çdo vendimmarrje, pas çdo partneritet publik-privat. E imagjinoni, janë bërë ligje për persona të caktuar, nuk ka ndodhur kurrë, vetëm në kohën e qeverisë së Edi Ramës. Dhe unë jam besim plot që Partia Demokratike me ardhin pushtet duhet të ndërtoj bordin e transparencës dhe eficiencës si në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të fusë në sit çdo vendimmarrje e cila ka dhënë kosët. Me shqiptarët do ta bëni këtë? Me shqiptarët, pse jo? Tani, ti themi ca gjëra që si janë, Jo, me shqiptarët, po ka dhe shqiptar shumë të ndershëm, shumë të përkushtuar, njerëz të cilët duan patjetër që të jetojnë në Shqipëri, dhe duan që të ardhurat publike të shkojnë në destinacionet të cilët janë sot në investime. A është normale që sot në qarkun e Lezhës dhe në gjithë Shqipërinë diskuton në 2025 drita, ujë, rrugë. Dhe nga viti 2013, kur Partia Demokratike ka lënë pushtetin, dhe deri më sot më thuj investimet të qëndësishme që sot ka Shqipëri. Më thuj një investim të huaj që nga viti 2013 e deri më sot ka ardhur në Shqipëri, përveç investimeve të tapit, të investimeve të hidropower, të PD-s dhe Shellit, që edhe ai u largu sepse u propagandu me të madhe. Dështoj me sukses. Dështoj me sukses. Më thoni... Foto tjetër? Më thoni sot një investim të huaj që ka ardhur në Shqipëri që mund të jetë të them të drejtën, po. Çfarë mendimi ke për qeverinë Rama? Se Ramën e dënove me